Kafshët shtëpiake vazhdojnë të jenë problem për lagjen e re të qytetit të Bulqizës. Dhjetra lop kollotin çdo ditë në rrugët e hapësirat e gjelbra të kësaj lagjeje. Megjithse çështja është bërë disa herë problem mediatik, situata mbetet e njëjtë. Lopët vijojnë të dalin lirshëm në rrugët e qytetit, duke kthyer në burim aksidentesh. Qytetarët shprehin se shpesh kanë qenë dëshmitar kur ato janë përplasur nga automjetet, pasi dalin befasisht në rrugë. Ata ju bëjnë apel pronarëve të tyre që të mos lejojnë që kafshët të qarkullojnë në rrugët e qytetit, pasi janë bërë problem serioz jo vetëm për sigurinë e qytetarëve, por edhe për drejtuesit e automjeteve. Qytetarët kërkojnë që institucionet të gjobitin pronarët në mënyrë që të mos lejojnë më kafshët të dalin lirshëm në rrugët e qytetit. Burim aksidenti është, po pronarët duhet të jenë ndërgjegjshëm, patjetër të konsultohet me pronarët, që edhe ato të mos i fusin, nuk është vetëm tek gjoba. Gjoba është e fundit, po duhet konsultohet me qytetarët, që qytetarët mos fusin, mos i binë lop këtu. Në zgjata aksidente me baktit. Në zgjata. Këto qytet në koka të... Në për lurishte ka të duqin shef. E shtu për thët pagum lopën. Dhe se të paguj e i lopës, zot i lopës makinë, thët pagum lopën ti. Se dhe ndu. Shumë kesh. Shonë lopës salë nuk shonë. Shumë gabim. Po, lopën qytet nuk shonë, se ka makina, ka jana, bën, dëmtime, bën jana. Nuk du të shës pa bëri, pa njeri. Pranare ka fajnë, se nuk shohet malli. Mos e mra po të kërko mall s'ka, sa e bret maqina. Situata e njëjtë është edhe në lagjen e vjetër të Bulqizës, ndërkohë Bashkia Bulqizë ju bën apel pronarëve të gjedheve që të mos i lejojnë më kafshët të dalin në rrugët e qytetit, pasi do të ndëshkohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.